Përshëndetje të dashur fëmijë dhe mirë se erdhët në emisionin tonë të sotëm. Sot do të flasim për një nga temat më të përhapura dhe më të përfolura në arsim, siguria në shkolla. Shkolla është një institucion edukativ arsimor, ku fëmijët përveç se fitojnë dije, marrin edhe një edukatë të mirë e cila i përcjell ata gjatë gjithë jetës. Në shkolla ne duhet të ndihemi të sigurt, nuk duhet të cënohet dinjiteti i askujt, por as nuk duhet të përdorim fjalor fyes, ofendues apo kërcënues ndaj askujt. Që të flasim më shumë rreth kësaj teme dhe të marrim informata më të sakta rreth sigurisë në shkollat e Prishtinës, por edhe të Kosovës, sot në studio kemi të pranishëm drejtorin e shkollës Model Qamil Batalli, Liridon Maliqi. Përshëndetje. Përshëndetje edhe juve. Mirë se erdhët në studio. Mirë se ju gjejmë. Atëherë së pari dua t'ju pyes se si e konsideroni ju nivelin e sigurisë në shkollat tona? Nuk mund të flas në të përgjithshmën momentalisht, po filloj prej ndërkaq do të përgjigjem më vonë, aq sa kam kapacitet, kompetencë dhe njohuri. Ndërkaq po filloj me fol për shkollën ku menaxhoj unë tash në vitin e 12 po e përmbyllim të shkollimit prej kur është hap shkolla Model Qamil Batalli në Prishtinë. Ndërkaq kam qenë drejtar edhe në Pjetër Bogdani për 2 vite radhazi. Para Pjetër Bogdanit kam qenë në shkollën zëvendësdrejtar në shkollën e Minduraku në Prishtinë. Përkatësisht prej paraprakisht kam qenë mësimdhënës. Pra, për afro 20 vite përvoj punën në arsim, kam parë shumë dhe kam vepruar edhe më shumë. Si kemi vepruar në shkollën ku jam tani, tash e 12 vite, pra me qenë se është kohë zgjatje më shumë, është pikërisht se kemi ndërmarrë disa hapa. Fillimisht në shkollë, në momentin kur hyhet nga nxënësi, pra e dorëzon prindi nxënësi në shkollë, në atë moment e marrim ne, e pranojmë fëmijën sikur me qenë fëmia jonë pastaj. Deri kur të përfundon komplet mësimi, fëmijët nuk dalin jashtë në rrugë apo kudo qoftë. Si ka qenë kjo e mundur përpara dhe si është tash, që nga dita e parë është bërë kjo para 12 vitesh e mundur, duke pas ajër të pastër brenda oborit të brendshëm të shkollës, pra kemi atrium. Atriumi nënkupton hapësirë ku është rrethuar me mure, gjithandej me klasa e brendshme që është e hapur në qiell dhe ka gjelbrim brenda. Pra ka ajër të pastër, ka gjelbrim dhe ajo ajroset në vazhdimsi, ka shumë dyrë për rreth objektit të brendshëm. Pra ajër të pastër kanë vend për të luajtur, palestra sportive, fusha jashtme sportive, kuzhina e shkollës gjithmonë ka qenë funksionale dhe gjitha këto kanë qenë në një vend brenda. Pra në momentin kur ka hyrë fëmia brenda, e ka dorëzuar prindi deri kur e ka ditë orën e përfundimit të mësimit, prindi ka qenë i qetë, sepse përqetësia ka qenë mbi ne. Më pas kemi edhe roje të shkollës në 2 hyrje-daljet kryesore të shkollës, pra ku hyn dhe dalin nga rruga shumë e frekuentuar Zagrebis dhe Sami Plaholli. Përveç rojeve, kemi edhe stafin në çdo cep të shkollës, në çdo korridor të shkollës, pra është stafi i mirëmbajtjes, stafi teknik, e natyrisht edhe kujdestarët e ditës që janë nga stafi i mësimdhënësve. Pra gjithë këta mekanizma kanë qenë teknik, se si ne duhet ta ruajmë mirëqenien dhe të ndihet çdo fëmijë i sigurt brenda objektit shkollor. Kamerat, mos flasim për kamerat, to çka fola deri tani janë parandaluese, pjesa teknike parandaluese, ndërsa kamerat janë një përqindje e vogël parandaluese për ata fëmijë të cilët ndoshta duan të bëjnë diçka me paramendim dhe e dinë që është kamera dhe nuk e bëjnë. Kaq është parandaluese, ndërsa kamera më shumë e ka rolin kur ndodh diçka t'i kthejmë prej fillimit se si ka ndodhur. Pra, ndërsa të parat ishin pjesa teknike parandaluese për rreziqe të ndryshme që mund të ndodhin në shkollë. Ndërkaq pjesa tjetër përmbajtësore që nuk shihet është se kemi punuar që nga themelimi i shkollës, pra në vitin 2014 kur është hap shkolla Model Qamil Batalli. Prej atëherë dhe jam në udhëheqje dhe bashkarisht me shumicën e stafit
Tashmë jemi me pakicën e stafit të asaj kohë, sepse tashmë jemi me mësimin tërditor, ka ndryshuar stafi, po për 10 vite me shumicën e tyre kemi punuar bashkarisht për të vënë bazament të fortë, për të dëshmuar imazh të sigurt, pra ne kemi edhe disa shkolla që janë hapur pas nesh, po siç folëm edhe më herët me gazetarët këtu, jo domosdoshmërisht kanë vu në pa metodologji të cilat janë spikatur, edhe pse ata punojnë jashtëzakonisht mirë, në disa pika edhe më mirë se sa ne, po i kemi pas pjesët më të rëndësishme ato që ai ka pas edhe Finlanda, me binjakzim që kemi qenë me Finlandën, me Suedin, pra shtetet skandinave, ose shtetet më të forta në PISA, aty e patëm fokusin 2014-2015, ku filluam binjakzimin. Dhe në atë kohë na ndihmuan shumë modelet e tyre, si për shembull metoda learning by doing në kuadër të metodologjisë së mësimdhënies bashkëpunuese apo kolaborative, si I thonin ata. Tani në kuadër të saj si deg ishte mësimdhënia diferencuar dhe mësimdhënia përmes artit, e të dyja bashkarisht si metodë I ngërthente learning by doing, apo të mësuari duke bërë. E që në vite më vonë, ne po flas 2014-2015 për këtë, u bë një projekt fatmirësisht mësimi përmes lojës që e ngjajshme në nënkuptohet. Pra, pjesa tjetër parandaluese ose më e mira e mundshme për një shkollë që duhet të bëj, është kjo, të bashkëpunojnë fëmijët, të inkorporohen në projekte, të angazhohen në proces mësimor, të dinë pse janë ardhur në shkollë. Kjo nuk është që bëj unë jap këshilla në përmbledhje që tash sa vite jam udhëheqës, po këtë më së miri pastaj e bëjnë prindrit bashkë me mësimdhënësit tonë, sepse ata në bazë ditore e rikujtojnë. Unë ja u rikujtoj një herë këshillit të nxënësve, ose një herë këshillit të mësimdhënësve, një herë këshillit të prindërve, por nuk mund t'i kap të gjithë masën në vazhdimsi në baza ditore, dhe si bëhet kjo, bëhet në baza ditore përmes prindit në shtëpi dhe mësimdhënësit në klasë. Dhe kështu kësaj ata angazhohen në vazhdimsi nxënësit, dhe në momentin kur fëmijët angazhohen, ata nuk kanë kohë apo vakum për të shpërqendruar apo për të bërë lëvizje apo për të bullizuar dikë, siç e përmendet në fillim në hyrjen tuaj. Dhe kësaj ata edhe e dinë pse janë në shkollë, edhe angazhohen në kuadër të asaj pse janë në shkollë, edhe socializohen kur e dim se është pjesa kryesore e socializimit pse fëmijët janë në shkollë, po edhe vetëdijsohen e mësojnë, pra arrin kompetencat në kuadër apo në suazat e asaj se çfarë strategjie përdor vetë shkolla apo mësimdhënësit e asaj shkolle. Tashmë e kemi pak më lehtë se jemi në klasën pikat shkurta e shpjegova, elaborova, jemi vetëm me klasat 1 deri në 5 apo klasat përgatitore dhe deri në klasë të 5. Meqense se jemi në kuadër të mësimit tërditor si shkollë e inkuadruar që ka prek ristrukturimi I shkollave nga projekti I drejtorisë komunale të arsimit. Tashmë kemi pak më lehtë këtë pjesën, tashmë ka në nivelin e parë apo nivelin fillor ka ngasmime të vogla, të cilat evitohen aty për aty nga vetë ata apo nga mësuesja apo parandalohen, por që janë shumë të vogla se sa që janë ato të moshës suaj që folëm më herët para se të filloj emisioni. Pra, adoleshenca, sidomos 7-8 në klasat në nivelin e dytë, në nivelin e mesëm të ulët, është më e ndërlikuar, por edhe me ta, nëse flasim, bashkëbisedojmë, ashtu si thash fillim, sepse shkolla jonë deri par vjet ka qenë deri në klasë 9, pra, ashtu kemi vepruar, ashtu I kemi impenjuar në shumë projekte, në shumë angazhime detyrash brenda ditës, dhe gjithë kanë qenë të lumtur, gjithë të sjellshëm, gjithë në formë të mirë për të treguar respekt dhe për të marrë respekt brenda shkollave. Mos të harroj se edhe sistemi kabinetik e krijon apo e sjell një siguri, ofron një siguri paraprake, parandalon dhunën, parandalon çdo gjë. Është një ndër faktorët sistemi kabinetik. Unë mbaj mend aso kohë kur kam në vitin para se të hapej shkolla model Çamil Batalli 2013-2014, u interesova se a ka ndonjë shkollë publike në Prishtinë apo në rajon me sistem kabinetik,
dhe rastisa që të mos jetë asnjë shkollë me full sistemin kabinetik. Kisha dhënë më herët në shkollën Pjetër Bogdani disa kabinete, po tjetë për gjithë mësimdhënësit sistemi kabinetik nuk rastisa të ketë dikun. Edhe në private ishin vetëm 1 apo 2, dhe mora guximin edhe bashkë me babain tim të ndjer, inxhinier i makinerisë, u munduam të bëjmë një bazament të orarit se si shkon ky proces që të mos interferojnë orët. Dhe që në 2014 filluam me sistem të plot kabinetik. Jo me 2-3 kabinete, po prej atëherë e deri më sot me kabinete për secilin mësimdhënës, kabineti i gjuhës amtare, i gjuhës angleze, i gjuhës gjermane, i matematikës, i shkencave të natyrës, vetëm për biologji, vetëm për kimi, vetëm për fizik, për artet, kabineti tjetër, për shoqëria e mjedisit 3 kabinete, për edukat fizike, pra dije tjetra, për teknologji të informacionit, ishte edhe kabineti me kompjuterët për programimin, kodimin dhe pjesën softverike që ta mësoj fëmijët, po edhe pjesa tjetër, kabineti tjetër i punës së dorës, sepse ashtu ishte edhe është kurrikula e Republikës Kosovës. Pra, çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se pas çdo ore të mësimit, fëmijët, në momentin kur bie zilja, përfundon 45 minutë, fëmijët nuk mbyllen brenda në klas, po ata obligohen të dalin jashtë, të shkojnë te dollapi personalizuar, të ndrojnë fletoret dhe librat, e të vazhdojnë te kabineti tjetër, e që të mos vonohen. Kësaj në klasa brenda nuk janë fëmijët vetë. Si pasojë shumë konflikteve që kam parë, tash po vazhdoj të pyetja juaj në të përgjithshmen që thatë, pra erdha gradualisht me një kronologji, ku njerë fola për, siç e kuptuat, për atë se çfarë kam bërë, dhe tash se si e shoh. Në shkollat ku unë jam shkolluar, ku edhe ju, siç e kuptova, fëmijët në pushim të shkurt qëndrojnë brenda në klasë. Dhe ai kujdestari i ditës ka dalë edhe mua edhe ty dhe na ka thënë hyni brenda mos e hapni derën. Dhe ai kujdestari i ditës që ka qenë më i shtiri me atë shkopin më të mirë që i ka godit murin apo dyshemen për të kërcitur, ai kujdestar u zgjedh mësimdhënësi më i mirë shpeshherë prej drejtorëve të shkollave. Pse ka marrë atë kujdestari aq mirë? Çfarë do të thotë kjo? Se kur ka hy drejtori apo ndonjë musafir, ka thënë sa mirë asnjë nxënës në korridore. Unë e kam bërë të kundërtën. Mua as më ka interesuar se a thot dikush sa shumë nxënës tash janë në korridor. Po unë kam thënë këto 5 minuta janë duke ndruar kabinetet, kushdo që ka ardhur musafir dhe po i shohim dhe i kemi parë. E kanë përcjell, e kanë vëzhguar komplet procesin. Fëmijët prej një kabinetin kanë shkuar, kanë ndruar fletorën, kanë vazhduar në kabinetin tjetër. Asnjë problem. Në prezencë të ndrimit të tyre kanë qenë kujdestar në çdo kënd të korridoreve. Edhe unë kam prezent, dhe që kam përshëndet, nuk ka pas nevojë me përdor dhunë, pas të shterët zani, mu kanë dhimbë shumë simdhënës të mi duke bërtit, duke ngritur zërin, duke ju shterë, shumë simdhënës kemi pas me zërë shumë shterur. Për të bërtitur që të hynë brenda. Çka ndodh me fëmijët kur hynë brenda tash? Çka ka ndodh kur kom qenë unë nxënës dhe ti tash? Edhe ata që folën paraprakisht me gazetarën, autorin. Aty brenda ka pas dhunë dhe garë, cili po e thënë tabelen me një boks. Po luajmë lojrat tradicionale, janine, apo ndonjë lojë tjetër. Aty janë lënduar fëmijët shpeshherë, kanë përdor karrikët për dhunë, bankat i kanë shty, u bo një pluhun, pastaj për ajër më të ndotur, nuk mbaj mend të kem pasur në ndonjë hapësirë të brendshme ndokund në jetën time. Pra, ajri i ndotur, karrikët e dëmtuara, inventar komplet i dëmtuar, mure të zhytura, pej lojrave të ndryshme, tabelat të thyera, shkumsa të shpenzuar duke shkruar fjalë jo të hishme, për kaq minuta, për 5 minuta të gjitha ka ndodhur. 5 tani, 5 tjetër mas orës së dytë, 5 tjerë, 25 minuta brenda ditës kanë pas ose 20 kanë pas këtë mundësi, duke përfshirë
duke larguar pushimin e gjatë. Pra, 20 minuta mund të bëj dhunë, bullizim, ngacmim, çdo gjë të mundshme sepse ata janë të mbyllur pa prezencën e një të rriturja, ata janë të mitur e shpesh herë në shkollat e Prishtinës janë mbi 30 nxënës në 60 deri në 70 metra katror. Pra, edhe kjo, tash nëse flasim përgjithshme, do të ishte mirë të analizohej dhe të shikohej si mundësi që të bëj sistemi kabinetik në të gjitha shkollat e Prishtinës, po flasim për nivelin e mesëm të ulët, po edhe atë të lartë, është një prej faktorëve që ndikon. Ka edhe ide të tjera që në Komitetin për Siguri, në ekipet me UNICEF-in, me Qendrën për Arsim Kosovës, me organizatën Edgard, me shumë organizata që kemi qenë në bashkëpunim me UNDP, po tash edhe më herët me drejtoreshën e arsimit Shpresa Shala në Komitetin për Siguri të inkuadruar ishim si drejtor shkollash dhe me UNICEF-in edhe me UNDP, po edhe tashmë kam parë që janë angazhuar drejtori tani shumë Samiri me ekipet e tjera për siguri, pra ka ide që kanë qenë edhe të tjera, edhe ka ide ndoshta që duhet lënë vetë shkollave sipas specifikave të shkollës dhe kulturës apo mendësisë atij lokaliteti. Pra sepse ka gjëra që ndryshojnë në mendësi apo në mentalitet të një komuniteti lagjeje, në kuadër të asaj se si është infrastruktura e rregulluar, stafi, numri i stafit e kështu me radhë, pra gjitha këto pastaj do përveç këtyre që i thash, që kam pas impakt dhe i kam provuar vetë në një përvojë të gjatë në udhëheqje, unë mendoj që këto shkollat që kanë disa specifika tjera vetëm shtojnë edhe një specifik tjetër në përkitazi me shkollën e tyre dhe nuk mendoj që do të ketë të lashe për parandalim të dhunës dhe në sigurinë e përgjithësi. Fëmijët do të ishte mirë që të dorëzohen të prindrit apo të kujdestarët e tyre ashtu siç edhe pranohen, edhe kjo është shumë e rëndësishme sepse kemi parë gjithashtu se pas orëve, edhe nëse i mbajnë gjitha orët, ashtu si i mbajnë, ata sillen vërdall rreth shkollave, rreth lokaleve për rreth. Dhe aty është një mundësi e madhe për të eskaluar situatën e përgjithësi. E çka ne vështirë kemi ne në shkollat të kontribuojnë, e që këtë mundësi e kanë vetëm prindrit, është të parandalohet apo të minimizohet përdorimi i rrjeteve sociale, sepse kjo ndodh zakonisht kur janë mramje në shtëpi. Në shkollë më shumë socializohen, më shumë komunikojnë, nuk përdoret telefoni, po edhe pas shkollës kudo që dalin nëpër kafene apo kudo përreth shkollës, nuk është që ju duhet telefoni se janë më njerëzit që i zgjedhin vetë janë afër tyre. Ndërkaq kur janë të vetmuar në shtëpi në kohë të adoleshencës, kanë dëshirë t'i kenë ata afër dhe nuk i kanë. Ata janë në shtëpitë e tyre dhe fillojnë komunikimin. Kanë grupe të ndryshme. Natyrisht disa i marginalizojnë, disa nuk ndihen mirë, disa ndihen mirë, por megjithatë këtu fillojnë edhe konfliktet në mes bashkëmoshatarëve, ku pastaj po bartën në shkollët e ne. E po zmadhohen në mënyrë goxha të madhe, më thonë ashtu, sepse goxha po e kemi vështirë me gjetë burimin, shkakun e kësaj që ka ndodhur. Në vitet e fundit jo, po flas më herët kur jemi pas klasa 6 deri në 9 në shkollën tonë, po flas në këtë aspekt. Imagjino tash në vitin e kaluar dhe këtë vit, çka kemi diskutime me kolegë të mi, drejtor shkollash, mësimdhënës, psikolog shkollash, ku kanë marrë pak më për masa më të shkapërderdhura, mi thonë kështu në një farë mënyrë, domethënë është mirë ti defragmentojmë, se nëse janë të fragmentuara ti palojmë gjërat ashtu siç janë, kështu siç i përmenda me radhë çfarë kanë bërë, çfarë duhet të bërë, dhe si janë specifikat e asaj shkolle të veprohet, edhe të na ndihmojnë prindrit në përdorim, në parandalim të dhunës virtuale, duke i minimizuar rrjetet sociale, komunikimin, domethënë të jetë një kontroll prindror brenda përdorimit të celularëve të tyre apo aparatëve të tjerë që mund t'i përdorin.
Në të përgjithshmen këto mendoj për fillim, nëse keni ndonjë pyetje për me elaboru më shumë, atëherë vazhdojmë. E kemi pasur rastin e fundit të shkollës Pavarësia në Prishtinë, ku ka ndodhur incidenti mes drejtorit, arsimtarit dhe nxënësit. Dua t'ju pyes ju se çfarë mendimi keni mbi këtë dhe çfarë masash do merrni mbi këtë situatë, nëse do ishte në dorën tuaj. Po tani kjo është një pyetje e cila nuk më keni treguar që do shtroni kësaj pyetje, meqense se mendoj që është konsumum mjaftueshëm, kanë marrë masat e duhura ndaj kolegëve të mi, drejtorit dhe mësimdhënësit të shkollës, pavarësia, pra natyrisht se ashtu sikur edhe ju, askush nuk e pranon apo nuk e arsyeton dhunën në asnjë format. Qoftë dhunën e mësimdhënësit ndaj nxënësit, qoftë dhunën e nxënësit ndaj mësimdhënësit. Meqense ne e dim edhe se si ka ndodhur si unë si ti që je në atë shkollë, se si ka ardhur deri te rasti, megjithatë asnjëra dhunë, kur është dhuna pjesë përbërëse e rastit, ajo nuk arsyetohet në asnjë format. Unë kam thënë shpesh edhe në takime të ndryshme, me raste të ndryshme në të kaluarën që kemi pas konflikte mes nxënësve, nuk mund të identifikojmë, a nuk ka nevojë të identifikojmë rastin se cili e filloi, po cili e përdori dhunën fizike. Ai është i cili është fajtori kryesor. Më pastaj vazhdojmë për të diskutuar se kush e filloi, si u manifestua kjo. Edhe natyrisht fokusi ka qenë ndërmjetësimi në mes bashkëmoshatarëve, dhe në atë program zgjidhja e konflikteve në mënyrë paqësore dhe natyrisht për mi rikthy bashkëpunimin e tyre dhe me vazhdu ata shoqërinë. Kështu ka qenë nga ana ime, kështu kam vepruar edhe me mësimdhënës, edhe me staf. Shpesh herë unë e kum ditë cili është fajtori në mes stafit kur kam pas konflikte, po jam përpjekur ti pajtoj me fjalë më të lehtë, më të thjeshtë për ta kuptuar ju dhe dëgjuesit e juaj, që konsideroj që do të jenë shumica mësimdhënës dhe nxënës. Edhe ky duhet të jetë qëllimi i gjithëve. Do të thotë unë besoj fuqishëm që edhe shkolla, edhe të gjithë përveç drejtorisë komunale të arsimit që kanë dënuar, kanë marrë masa, policia, organe tjera, e kanë treguar tashmë përgjigjen. Mendoj që përgjigja ime po kuptohet, unë jam kundër dhunës në çfarëdo formati nga kushdo që përdoret, çdo herë, dhe jam për të pajtuar njerëzit, për të arritur paqe dhe stabilitet mes njerëzve, asesi debate, diskutime që vinë edhe të keqkuptimet e masnej me pasoja dhune. Si mendoni se duhet të jetë raporti nxënës drejtor ose mësimdhënës? A duhet të jetë serioz apo i ngrohtë dhe më i butë me nxënësit? Në raportin mes Nxënësve, drejtorit ose mësimdhënësve? Këtu tash është një trekëndsh, pra nëse po e kuptoj drejt qasjen, po mendoni si duhet ta kemë mësimdhënësit ndaj nxënësve. Qasja e mësimdhënësve ndaj nxënësve duhet të jetë sikur e prindit ndaj fëmijës. Asnjë dallim nuk duhet të ketë ndryshe. Tash të edhin, mbi 99% të rasteve kur prindi i qastet fëmijës është me butësinë më të madhe të mundshme. Çka ndodh pastaj? Ku e ka besimin më të madh fëmia? Te prindi. Kështu kësaj do duaj edhe mësimdhënësi të ketë qasje ndaj fëmijës që të sigurojë besimi ndaj tij. Nëse ka besim në mësimdhënësi, nxënësi, ai arrin edhe suksese më të larta. E ndëgjon dhe fillon respekti që nga aty. Ashtu edhe fillon autoriteti i mësimdhënësit të rritet, ku fokusohet në qasje të mirë, punë dhe përkushtim ndaj fëmijëve, fëmia e vren sakt, apo nxënësi në këtë rast, se sa je duke u përkushtuar me shpirt dhe me zemër. A je duke bërë këtë punë sa për të marrë një rrogë në fund të muajit, apo vërtet e do. Këtë fëmijët e nuhasin shumë lehtë dhe e dinë saktësisht se kush po punon me sinqeritet dhe kush veç sa për të zënë një vend pune për të marrë një rrugë. Dhe qasja definitivisht vetëm e butë. Qasje konstruktive, qasje ku duhet t'ju ndihmosh fëmijëve,
edhe ku nuk janë nxënës tu. Pra, çdo herë kam thënë dhe them në çdo takim jo formal, po edhe formale përpara, tash pe kemi probleme edhe të mbajmë mbledhje të përgjithshme me qenë se mësimi tërditor e ka pamundsuar këtë teknikisht, edhe në mbledhjet e kaluara, edhe nëse është nxënës i klasës tjetër, brenda shkollës son, është i familjes son, e shohim të shqetësuar që po shkon në toalet. Ne duhet të ndalim të shikojmë se çfarë ka. Si po ndihesh, çfarë ka ndodhur, shkojmë te e lëm të shkon në toalet, shkojmë te mësimdhënësi e pyesim se a është marr, a është duke e trajtuar rastin që sapo shkoi në toalet. E kemi konstatuar që po, atëherë kemi vazhduar. Nëse jo, atëherë ndalemi, kemi psikologët shkollor, edhe pse këtë vetë nuk kam as psikolog shkollor, as pedagog, po kemi pas psikolog shkollor, edhe e orientojmë te psikologu i shkollës. E nëse duhet edhe mësimdhënësin te pedagogu për të gjetë modalitetet apo qasjen më të mirë të mundshme për rastin specifik të nxënësit në fjalë që e mora si shembull. E pastaj ka, më duket autori e këtij emisioni ka edhe video materiale ku shihen se qasja ime me nxënës ka qenë kështu siç ka po flas. E ke parë edhe ti te shkolla ku ke qenë te na. Do të thonë, nga ana ime si drejtor, kështu krejt që ka fola e ke parë edhe ti, sepse ajo vërehet kur të hysh në shkollë, se s'mund të aktrosh brenda ose para 900 nxënësve që i ka shkolla jonë, do të ke parë se gjithë vrapojnë për qafim edhe për përshëndetje të ngrohtë dhe të sinqert nga ta. Pra, ky ka qenë edhe model që kam dashur m'ju dhon krejtve që kështu në këtë format duhet të qasemi me ta. Kur fëmia don, krijon besim, në atë mënyrë mëson më shumë se sa ti e imagjinon. Pra, kështu i kemi edhe mësimdhënësit, në përgjithësi janë mësimdhënës të shkëlqyer që dojnë punën e tyre dhe që angazhohen në vazhdimsi për të mirën e mundshme, për më të mirën e mundshme, qoftë në aspektin e mësimdhënies, qoftë edukativ e kështu me radhë. Po qasja definitivisht duhet më qenë më stabile, si e thatë ju, më e butë, edhe më e ngrohtë ndaj nxënësve, edhe më të mirë kuptueshëm të jenë ndaj tyre. Pra, fëmijët nganjëherë shprehen ndryshe e mendojnë ndryshe. Ndoshta e vren që kanë gabuar në shprehje, po ndryshe e kanë menduar, po nganjëherë në mosha të ndryshme, edhe qëndrojnë pas asaj që e kanë thënë, jo pas asaj që e kanë menduar. Këto aspekte goxha mirë duhet të dimë të filtrojmë, e pastaj të vazhdojmë diskutimin me fëmijën, e kur të ndihet ai që po e kupton në detaje se çfarë halli ka, qoftë edhe nëse nuk po e kupton një njësi mësimore, atëherë fillon besimi i fëmijës ndaj mësimdhënësit, ndaj drejtorit, ndaj shkollës si institucion, kësaj edhe ngritet imazhi edhe autoriteti brenda shkollës, siç e kërkojnë shumica, ne me punë rritim autoritetin, me punë rrisim imazhin ton. Muret nuk e bëjnë imazhin e një shkolle, tregova janë hapur ndoshta një shkollë e Minduraku Baraz në të njëjtën kohë është kryer ndërtimi me shkollën modern 2013 deri në fund 2013. Ju ndërtu të dyjat, pastaj më vonë është ndërtu edhe me Mexhevori, janë 3 shkolla, objekte të reja, janë 10 tjera në përfundim e sipër dhe disa që janë renovuar. Muret nuk bëjnë, por cilësia brenda, përkushtimi dhe angazhimi e bën të mundur një shkollë të dalloj prej shkollës tjetër. Dikush është më e mirë në një strategji tjetër të mësimdhënies, të qasjes, të sigurisë, dikush tjetër është në ambiente kështu me radhë. Po me rëndësi gjitha shkollat, gjithë staf, gjithë drejtorët e shkollave, çka i kam koleg, e vrej që kanë një përkushtim të lartë dhe nuk ka asnjë drejtor që nuk e don shkollën të bëhet shkolla më e mirë e mundshme. Kjo është më e mira, kjo është pozitivja. Pastaj edhe stafi gradualisht punojnë dhe përkushtohen që atë vizion të asaj shkolle ta çojë përpara që nga mëngjesi deri kur dal pas shkollës. Aq sa mundën dhe kanë kapacitet. Kapaciteti dallon prej mësimdhënësit në mësimdhënës, po esenca është që duhet të japin maksimumin e kapacitetit të tyre. Dhe këtë e kanë vrejtë të mësimdhënësit, të cilët i kemi në vendin tonë, jo vetëm Prishtinë, po kudo që po shkojmë edhe po i trajnojmë me programe të ndryshme mësimdhënës të tjerë, nxënës të tjerë, duke bashkëbiseduar me ta, shohim se kanë një përkushtim aq sa e dëshmojnë para nesh të lartë për nxënësit e tyre.
Tani jemi në fund të emisionit dhe për fund, a keni ndonjë mesazh për të gjithë ata që po na ndjekin? Po, shiqo, porosi më të mira se këto që i thash tekniket, se si të ndërmarrin masa teknike brenda shkollat tona për siguri, për ato shkolla që nuk i kanë ndërmarrë këta hapa, e që këta hapa janë që tash e 12 vite në shkollën tonë i kanë proklamuar në vazhdimsi. Disa i kanë marrë model, disa i kanë pa të ato shkolla dhe thonë që shisa mirë janë bërë me rëndësi, edhe s'ka lidhje hiç pse i kemi ne që 12 vite, 13 vite të njëjtat procese për siguri dhe mbarvajtje. Esenca është që kam parë që kanë marrë modelin tonë, kam parë që është duke u punu në siguri për shkollat e tyre, në përgjithësi dhe kam parë një përkushtim edhe të mësimdhënësve dhe stafit në përgjithësi. Pra tekniket i dhash si porosi për ata që nuk i kanë filluar së zbatuarim, pastaj dhash porosi për prindrit se si të menaxhojnë apo të kontrollojnë aparatet telefonike, celularet, apo laptopet, apo aparatet tjera, aparaturën tjetër teknologjike, ti kontrollojnë se si po i përdorin ata. Për mësimdhënësit në bazë pyetjes suaj për të qasja se si tjetë ndaj nxënësve, mendoj që shumica e kanë qasin produktive dhe qasin e mirë dhe shumica e bëjnë punën me qejf dhe shkojnë në shkollë jo vetëm për pagën, po me dëshirën më të madhe të mundshme. Shkojnë shumë para orarit të punës, dalin shumë pas orarit sepse interesohen për shkollën, për nxënësit e tyre se si po e kalojnë ditën, tash po i lë edhe një kohë vetëm, të interesohem se apo mbeten mirë, e pastaj tek pas një kohë të gjatë dalin nga shkolla, nga objekti shkollor, se nga shkolla nuk dalin, akoma janë me mendje tek nxënësit e tyre, gjersa të bëhet ora 16 natyrisht me planifikimet e tyre për kushtimin e tyre. Kështu që kësaj nuk mendoj që ka nevojë më shumë porosi t'japim, se sa këto që edhe i elaboruam, po edhe i përmbledha tani në këtë përgjigje të fundit. Faleminderit shumë që ishit. Faleminderit juve gjithëve. Atëherë të dashur fëmijë, tani kemi arritur në fund të emisionit të sotëm. Shpresoj që kjo bisedë kaq e bukur t'ju ketë sjellë mesazhe sa më të bukura të kjo. Deri në emisionin e ardhshëm, mirupafshim dhe mirë ndëgjofshim. Ju uroj një mbrëmje të këndshme nga unë Erblina Gashi dhe i gjithë stafi Radio Kosovës.